Gati për rinën, Alma? Ta nisi me këmbën e djathtë. Normal, Shohim klipin e rrugtimit të Inës deri këtu dhe më vonë, një super performancë e Inës nga skuadra e Almës. Unë jam Ina Torba, kam lindur në Dibër dhe jetoj në Tiranë. Kam studiuar për inxhinieri ndërtimi në Universitetin Politeknik të Tiranës. Sakrifikova zemër, brisha karrigën e vojsit. Të lutem nga paguaj unë qopë. Ina çdo lloj këngë që e pa absorbon. Do me thonë Ina e bën kostum për vete. Po e mori numër 42 e bën 40. Po e mori 38 ja shton copën Ina. Kur kalon gjitha ata konkurrentë në blinde, është shumë vështirë me i majtë men, pasi kur delte betejat shumë shpesh nuk i njeh, duhesh me i ri njoftu. Megjithatë, Ina është një prit vetmeve që i majnë men. Kjo është një konkurrente shumë e rrezikshme. Unë mund të them që e konsideroj si një mini div, sepse është një këngëtare me gjitha komponentet mrenda. Shoqëria ime që janë shumë këmbgulës, më lidhen ato për të më sjell, tani e kam lidhur veten për të qëndruar. Është një këngëtare tipike e racës vërtitse, nëse mund ta themi në sensin e mirë të fjalës, realizon shumë mirë teziturin poshtë dhe lart, krijon gjendje, kjo është e rëndësishme. Sonte më ke bosh shumë krenare. Beso, në momentin që këndoje ti, unë thosha vetë me veti, a do ta kisha realizu unë ashtu si Ina? Ina është par excellence si këngëtare dhe për mua është e kompletume. Ke një ngjyrë vokale që gjithmonë të mahnit. Vjen nga vitet e 50-ta me pamje, po me zërin të mahnit. Ina, faleminderit që në audicionet e fshehta më ke zgjedh mua. Faleminderit. Publiku ka vendosur që të vazhdoj qëndrimin në The Voice. Ina! Unë flatë shumë, kështu që katë. The man is tall, bad, mean and good looking, and he's got me in his eyes. When he looks at me, I go weak at my knees. Got me going like no other guy. The way he moves and sways rocks me to the core. When he sings in my ear, he makes me shiver. He's the kind of guy who does it for me. 'Cause he's my big, bad, handsome man, yeah. He's got me in the palm of his hand. He's the devil divine. I'm so glad that he's mine. 'Cause he's my big, bad, handsome man. Good looks, yeah, he got me rolling. He got me where he wants me to be. With his arms so wide, he got me by his side. He's the kind of guy who does it for me. 'Cause he's my big, bad, handsome man, yeah. He's got me in the palm of his hand. He's the devil divine. I'm so glad that he's mine. 'Cause he's my big, bad, handsome man. Handsome man, do do do, la la la. Handsome man,
Ina! Kjo ishte në kohën e kabaret, në kohën që lejojt pije cigaria brënda. Ju a e dini që Sidrit Beleri për herë të parë ka të mosur një cigare në jetë javën që shkoi? Aq në stres ishte. Nuk ta kam dhënë informacionin e saktë. Pse ke pirë dhe më përpara? Jo, ishte e dyta. E dyta. Harrove ti më dhe 2. Cigaria është shumë e dëmshme për shëndetin, mos pini duhan. Kjo është një gjë që u shkon gjithë juve që po na ndiqni tani. Ti pizë më? Bravo, çao. Pyesim pak Gencin se si i dukur ti sonte. Ina është një vokal ashtu jazz, soul, blues shumë i mirë. Prej fillimit e kom thonë, edhe në publiku. Kjo këngë ka qenë shumë e përshtatshme për me me i shpërfaq kualitetet që i ka Ina, shumë performancë e mirë. Jonida. Pa i shtuar asgjë gjërave që tha Genci, unë mund të them që ishte një performancë shumë e realizuar, më pëlqeu lirshmëria jote, tani më u bëko që je këtu dhe ndihesh si në shtëpi. Kam përshtypjen që edhe emocionin nuk e shfaq më si më përpara. Ndaj më pëlqeve shumë, suksese. Sidi në fillim të shfaqes, tham që vetëm 2 nga 4 gjysmë finalist do të kalojnë në finale dhe këtë e vendosin komplet votat e publikut, mund të jenë 2 nga e njëjti trajner, mund të jenë nga trajner të ndryshëm e kështu me radhë. Ina është e fortë, ai tutesh për 2 djemtë të tu? Atëherë nuk doja ndoshta të trajtoje diçka të tillë. Realisht ky inskenim kabaretit, siç e thanë, është shtëpia e saj e vërtet, pavarësisht edhe herë tjera ka tentuar dhe ka bërë gjëra të tilla. Gjëja që më gëzon më tepër tek Ina është se po i rikthehet shkëlqimi vokalit saj që kishte humbur për pasojë të smundjes dhe po kthehet sërish në ato këngëtarët që shpon me vokalin e saj. Dhe për këtë normalisht më bëhet qefi. A kam frikë apo s'kam frikë? Se di, pyeti çunat. Alba. Në edicionet e më parshme, do me thonë, flasë për etapat e më parshme që nga betejat, Genci ka thënë një fjalë shumë të madhe për ty, Ina, ka thënë që je një këngëtare rrezikshme. Dhe me të vërtet që je një këngëtare e tillë gjithmonë në anën pozitive. Më pëlqeve jashtëzakonisht, më pëlqen që ke vesh edhe pantallona gjata që këta 2 kritikët e modës këtu që mos merren më me pantallonat e shkurta në ekipin tim. Okej, kjo është e rëndësishme. Se? Jo. Gjithçka ka një limit. Jo, se. Ta kishte thënë Jonida. Ta kishte thënë Jonida. Jo, po se kjo është një guru e modës. Ke të drejtë me zemër, shiko. Po ky edicioni The Voice në përgjithësi, secili prej nesh thot gjërat e gabuara, kështu që le të shkojë si të shkojë ky muhabet edhe një herë. Ina të dua. Për Inën. Komentojni Inën, shkruajni në Instagram, në WhatsApp, kudo praktikisht në faqen e saj zyrtare, në faqet tona zyrtare dhe mbi gjitha dërgoni vota për të, duke dërguar Ina në 56666 nga Shqipëria, 550989 nga Kosova. E marr telefonin sepse un kam vendosur që të çoj nga një vot sot për të 4 që të jem i drejtë. Kjo është. Bravo! Shëmbullin e jep njeriu nga vetja.